Në mjediset e jashtme të xhamisë Bubekër u promovua libri Metodat e edukimit në Islam shembuj nga profeti Muhammed me autor Besim Barbullushi. Ky aktivitet i organizuar nga Myftinia e Shkodrës mblodhi besimtarë, studiues dhe dashamirës të librit, të cilët ndoqën fjalët përshëndetëse të një sër personalitetesh të fushës fetare dhe arsimore. Myftiri i Shkodrës Imam Muhamet Sytari theksoi rëndësinë e edukimit në dritën e modelit profetik dhe vlerësoi punën kërkimore të autorit. Si rezultat i studimeve të gjata dhe të thelluara, janë përcaktuar disa parime mësimore që janë të domosdoshme për një proces të suksesshëm mësimor. Ky hulumtim vlerëson parimet dhe teoritë moderne të mësimdhënies në kuadër të metodave unike të mësimdhënies së profetit Muhammed alayhis salam. Ky studim synon të tregojë se shumë prej sugjerimeve për përmirësimin e arsimit janë zbatuar shekuj më parë nga profeti Muhammed alayhis salam. Kjo është një thirrje për të rikujtuar rëndësinë e metodave të tij të edukimit, të cilat mbeten relevante edhe në kontekstin e arsimit modern, dhe këtu fjalët mbyllen. Vetë autori Barbullushi ndau disa nga motivimet dhe qëllimet që e shtyn drejt hartimit të këtij botimi. Ky libër është një përpjekje për të vendosur në dialog traditën profetike me teoritë dhe modelet e arsimit bashkëkohor. Ky libër në fakt është shkruar në një periudhë ku arsimi, edhe pse është në qendër të zhvillimeve teknologjike dhe politike globale, fatkeqësisht shpesh e humb thelbin e vet human dhe moral. Shkollat dhe universitetet tona janë të pasura me informacione, por ndonjëherë të varfra në vlera. Në këtë kontekst kam ndjej si detyrë që të sjell një kontribut që jo vetëm fton për reflektim, por propozon gjithashtu çësie integruese, që e sheh edukimin si proces të formimit të plotë të individit, domethënë mendërisht, moralisht dhe gjithashtu shpirtërisht. Libri ndar në 3 kapituj sill një qasje të thelluar mbi metodat edukative që ka ndjekur profeti Muhammed, duke i paraqitur ato në një formë të kuptueshme dhe praktike për lexuesin e sotëm, me qëllim që shërbesi një udhërrëfyes në edukimin islam bashkëkohor, si dhe të shërbesi një burim frymëzimi dhe njohurie për edukatorët dhe studiuesit e arsimit.